Përshëndetje të respektuar. Këtë video do t'ja kushtoj marrëdhënieve dhe prapaskenave të marrëdhënieve Arabi Saudite dhe Shtetet të Bashkuara të Amerikës. E përgatita këtë material për shkak të vizitës para 2-3 dite të Donald Trump në Saudi, në Katar dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, me arsye që gjithë atë që ndodhi gjatë vizitës së Trump atje, ta kuptoni ma letë se përse gjithë ato para ju dhuruan shëbave, Donald Trump, përse Donald Trump kaq lirë shumë, si në tokë të babës, si në bashqet babës, i kërkon të gjithë ato para, dhe pse njëjtë kështu nuk mundet Donald Trump të veproj të zëm me Francën, apo me Gjermanin, apo me ndonjë vend tjetër, me gjithë që politikat e Trump shihen se çfarë janë. Paguaj nëse do të kesh miqësi me mua, paguaj nëse do të sigurosh vetveten dhe jetën e shtetit tënd. Gjithsesi, në këtë temë natyrisht do ta shpjegoj historinë e këtyre marrëdhënieve të cilat kanë filluar para afër 90 vjetëve. Marrëdhënie dypalshe midis dy vendeve që fillojnë nga viti 1993 me valvime të ndryshme, tensione, parafrime deri në përmasa sa i kalojnë parafrimet diplomatike ose strategjike midis dy vendeve. Duke qenë se ka dallime të theksueshme në regjimentet politike të Saudis, e cila është një monarki absolute islamike, dhe shëbave, që është një republikë laike kushtetuese, këto ndryshime, këto gjendje kaq të ndryshme në sistemet politike të këtyre dy vendeve nuk paraqesin dhe nuk kanë paraqitur asnjëherë ndonjë problem për të krijuar marrëdhënie siç janë midis këtyre dy vendeve. Dhe ky është një mësim apo një përgjigje ndaj gjithë atyre të cilët mendojnë se shëbat krijojnë marrëdhënie vetëm me vendet në të cilat është i zhvilluar sistemi demokratik, ku respektohen të drejtat e gruas, të drejtat e njerëzve dhe të ngjashme. Zhargon ky që përdoret nga njerëz të cilët, nëse më lejohet të them, nuk i kuptojnë mirë dinamikat e marrëdhënieve ndërkombëtare. Sido që tjetë, këto marrëdhënie kanë kaluar në për procese të ndryshme dhe që u formalizuan zyrtarisht me marrëdhënien e ndihmës së ndërsjellë të mbrojtjes në vitin 1951, megjithëse që shëbat njohin Saudin si shtet i pavarur që nga viti 1933 bile shajat e para dhe komunikimi i ndërsjellë diplomatik midis dy vendeve fillon që nga viti 1931, pa harruar të përmendi se Amerikanët dhe Sauditët kanë vënë kontakte dhe raporte të ndryshme shumë më herët, edhe gjatë kohës së perandorisë osmane. Shëbat sot gjithmonë i ofrojnë mbrojtje ushtarake mbretërisë Saudis në këmbim të një furnizimit të vazhdueshëm dhe të bollakshëm me naftë, në përmes caktimit të çmimit të naftës sipas dollarit amerikan, dhe 3, mbështetjes për politikën e jashtme amerikane. Pra, Arabia Saudite është e kushtëzuar nga shëbat që të ketë marrëdhënie me 3 kushte. 1, që ta furnizon Amerikën vazhdimisht me naftë, sa ka nevojë Amerika, që Saudia ta caktoj çmimin e naftës me dollarin amerikan, dhe e tretja që Arabia Saudite
pa marrë parasysh se çfarë janë politikat e shëbave të jashtme, ato do të mbështes pa kusht dhe pa kurfar ndërhyrje. Nëse doni me kuptue këtë video edhe më mirë, ju kisha rekomanduar që paraprakisht ta dëgjoni edhe videon që e pata bërë para 1-2 mujve apo 3 në lidhje me historinë e krijimit të Arabisë Saudite si shtet, si mbretëri në kohën e Muhammed Abdul Wahabit. Asaj video, për ta gjetur ma lehtë, titullin ja kam vënë "A e dini çfarë prejardhje ka familja El Saud dhe historia e krijimit të Arabisë Saudite". Ky është titulli i videos. Më njëherë pas njohjes së Arabisë Saudite, Amerikanët e blejnë koncesionin e shpimit të puseve të naftës nëpërmes kompanisë amerikane Standard, ku lëshohet atë botë një dekret mbretëror që miraton një marrëveshje 66 vjeçare e nënshkruar atë botë nga ministri i atëhershëm i financave të Saudis, Abdullah El Sulejman. Marrëveshja më pastaj ndryshohet në vitin 1957 që e transformon përgjithmonë Arabinë Saudite në një vend gjigant global të prodhimit të naftës. Kompanitë amerikane janë ato të cilat e kanë nxit apo diktuar politikën e shëbave në raport me lindjen e mesme, në rastin konkret me Arabinë Saudite. Pra, kompanitë e ndryshme të naftës, për shkak të interesave të tyre, a nëpërmes interesave të tyre ka pas interes edhe çdo qytetar amerikan, edhe shteti i Amerikës, ja kanë imponuar që qysh në vitin 1942 qeveria amerikane të krijoj një mision diplomatik në Jeddah, gjatë luftës së dytë botërore. Arabia Saudite më pastaj e hap një komision diplomatik në Washington në vitin 1946. Në mars të vitit 1949, niveli i përfaqësimit diplomatik midis dy vendeve arrin në nivel të ambasadorëve. Nga viti 1949, pra, marrëdhëniet diplomatike midis dy vendeve zhvillohen, të nxitura edhe nga kompanitë natyrisht dhe interesat e ndryshme zhvillohen deri në ditët e sotshme në nivelet të ambasadorëve, megjithqë nëse e shikon dhe do ta dëgjoni ju tani këtë historik që do ta shpjegoj, në hijen e të cilit do ta kuptoni edhe më mirë. Edhe njerë po e përsëris, sepse ndodhi gjithë ajo që ndodhi në Arabinë Saudite përgjatë vizitës së Trump atje. Pra, viti 1949 është viti ku ndërtohen, vihen themelet e bashkëpunimit edhe diplomatik. Me njëherë pas kësaj, pas vitit 1949, mbreti Abdulaziz bin Rahman El Saud dhe presidenti atëhershëm i shëbave Roosevelt takohen në një anije, në një ishull, të them, në një anije amerikane e dislokuar në një ishull të kanalit të Suezit. Ai takim njihet si takim historik midis dy vendeve, zgjat 6 orë e gjys dhe diskutohen marrëdhëniet dhe dimensionet ekonomike, ushtarake, sociale dhe të gjithëmbarshme midis dy vendeve. Në atë takim, Roosevelt, siç do ta shohim pak më vonë, vë edhe kushte apo kërkon lejimin e ndërhyrjes amerikane edhe në konsolidimin social të Arabisë Saudite. Do me thonë ajo që tani po ndodh veç me ardhjen e Mohammed bin Selmanit në pozitën që e ka. Për shkak të nevojës për naftë, gjatë luftës së dytë botnore, shteti i sapo krijuar Saudit fiton
fillon të fitoj para të majme duke i shitur palëve ndërluftuse për gjatë luftës së dytë botërore. Për këtë arsye, nëse e lexojmë historikun e Saudis për gjatë luftës së dytë botërore, shohim se ka pas një qëndrim neutral midis shteteve që merrnin pjesë në luftën e dytë botërore. Duke e kuptuar rëndësinë strategjike të naftës, natyrisht administrata amerikane formon një aleancë afatgjate dhe shumëplanëshe me Arabinë Saudite dhe me gjithë valvimet, me gjithë tendosjet e kohëpaskoshme, Arabinë Saudite gjithmonë e ka konsideruar si një bashkë të babës dhe i ka dirigjuar fort politikat e saj, të brendshme dhe të jashtme. Është i njohur fakti se Abdulaziz El Saudi, mbreti i atëhershëm, kishte kërkuar disa herë nga administrata amerikane që të interesohet për çështjen palestineze, kjo kur qifutët hebrejt e Evropës kishin filluar të vendosen më të madhe në Palestinën e atëhershme. Roosevelt i premton Abdulaziz El Saudit se nuk do të veproj asgjë si administrat e shëbave në dëm të arabëve dhe palestinezve. Megjithatë, pas Roosevelt, pas arsi i tij, Harry Truman, që e merr presidencën nga viti 1945-1953, nuk e mban fjalën dhe gjatë kësaj kohe krijohet shteti i Palestinës dhe ndodh ajo nekbe e madhe, ajo tragjedia e madhe ku 750.000 palestinez, një pjesë e tyre e lidhur duar dhe këmbë, i hypin në anije dhe i dërgojnë në të 4 anët e botës. Një numër i madh i këtyre arabëve dërgohen edhe në Amerikën Latine, në Kolombo e sidomos në Venezuelë dhe në Argjentinë. Kam qenë dëshmitar vetë për gjatë vizitës që ja pata bë 2 herë e Venezuelës, të takoj palestinez të shumët atje të cilët kanë arrit të konsolidojnë një jetë të prosperueshme ekonomike dhe të involvohen në rrjedhat politike dhe sociale të Venezuelës. Më pastaj, në kohën e Eisenhower, presidentit amerikan, i cili vjen nga viti 1953-1961, marrëdhëniet midis 2 vendeve fillojnë të përmirësohen pas keqësimit të kohës së Trumanit. Këto marrëdhënie fillojnë të prishen sërish në kohën e Kennedyt, John Kennedy, që vjen nga Partia Demokratike dhe që është president nga viti 1961 deri në vitin 1963, nuk e mbaron mandatin, siç e dini për shkak të vrasjes së tij. Në vitin 1962 në Yemen. Përse prishen gjatë kohës këtij Kennedyt? Sepse në Yemen ndodh grushteti ushtarak. Ky grushtet ishte mbështetur nga presidenti egjiptian Gamal Abdel Nasser i thonë ata, apo Gamal Abdel Nasser, një shok shumë i afërt i Titos, i cili konsiderohej edhe simboli dhe pioneri i luftës çlirimtare arabe. Ky Gamal Abdel Nasser e ndihmon opozitën jemenase të bien në pushtet laikun Abdullah El Salal, i cili e rrezon imamin e më pastaj bëhet mbret Muhammed El Bedrin Jemenas. Ky i fundit mbështetej nga Arabia Saudite. Këto Arabia Saudite merr një qëndrim të quaj të hidheruar, po kush se vetë bile sa bojnë 2 edhe 2, sepse nuk ka qenë kurrë në dorën e tij e as në dorën e të tjerëve, të përcaktojnë dinamika përfundimtare në lidhje me
në raport me SHBA-n. Përderisa e përmenda Xhemal Abdel Nasserin, presidentin e Egjiptit, ky është presidenti i parë vendas prej kohës së faraonëve, vendas i cili bëhet president i Egjiptit. Deri në kohën e tij, Egjiptin për 178 vjet e kanë sunduar shqiptarët dinastia e Muhammed Ali Pashës, periudhë kjo e cila çuditërisht dhe në mënyrë aq të papranueshme ka mbetur në harres dhe fare pak është studiuar roli i shqiptarëve përgjatë afër 200 vjet në Egjipt. Përderisa ne shqiptarët e Kosovës e këndonim dhe shkruanim elogje dhe poezi të ndryshme për Abdel Nasserin e Egjiptit, për shkak të marrëdhënieve të tij me Titon dhe Egjiptin me Jugosllavinë, Xhemal Abdel Nasseri është personi i cili e ka rënuar thuajse tërësisht kulturën shqiptare që ishte formosuar atje përgjatë kohës së dinastisë të Muhammed Ali Pashës. Megjithëse që Muhammed Ali Pasha kishte shkuar si një general i sultanit, si një general i perandorisë osmane, ai asnjëherë nuk i kishte harruar rrënjët e veta dhe vazhdimisht mbante marrëdhënie të ngushta me Ali Pashë Tepelenën në Shqipëri. Janë të evidentuara komunikimet e tyre nëpërmes letrave, materiale këto të cilat gjenden në Vjenë, pastaj edhe në bibliotekat dhe arkivat e Egjiptit. Për të mos dalë jashtë temës, pasi që rrëzohet mbreti Mohammed El Beder i Jemenit, që mbështetej nga Arabia Saudite dhe vije në krye një ultranacionalist me predispozita socialiste, mos të them komuniste, Arabia Saudite merr qëndrim negativ në raport me SHBA-t. Mbreti Saudit në fakt priste që Kennedy do ta kundërshtonte këtë situatë, do ta dëgjonte zërin e Arabisë Saudite për të mos lejuar ardhjen e laikut Abdullah El Sellal në krye të Jemenit. Shtëpia e Bardhë gojarisht e dënoi incidentin, këtë grushtetin, përdori disa shprehje të ashpra negative drejtuar Xhemal Abdel Nasserit, të cilin e konsideroi edhe përgjegjës për grushtetin në Yemen, por vetëm kaq. Nuk ndërmori asnjë hap për ta rikthyer mbretin në pushtet. E njëjta SHBA më pastaj e njohu qeverinë republikane të grushtetit me qëllim që të parandalonte afrimin e Jemenit ka Bashkimi Sovjetik, i cili ishte i interesuar shumë që të lëshohej drejt tokave arabe ka ujrat e nxehtë të Mesdheut. Mbreti Abdulaziz, i cili e shihte grushtetin si një rrezik edhe për veten dhe regjimin e tij, i bën disa lëvizje në raport me Washingtonin, por me një letër dërguar Kennedyt, pas një letre dërguar John Kennedy në vitin 1963, SHBA-ja i përgjigjet me një gjuhë të ashpër, duke i thënë se nuk është në të drejtën tuaj që të ndërhyni në politikat e jashtme të Amerikës, sepse SHBA-t njohin shumë më mirë dinamikat e botës sesa jo në Arabinë Saudite dhe ja përmend edhe rolin destruktiv të Bashkimit Sovjetik, i cili po bënte përpjekje të vazhdueshme për shtrirjen e socializmit dhe komunizmit në botë. Më pastaj, me 17 tetor të vitit 1973, djali i Abdulazizit, mbreti Faisal, ndalon eksportin e naftës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dëgjojeni çfarë guximi, të cilin po e kërkojnë sot muslimanët, shqiptarët i shohim në për rrjetet sociale, pse po i japin naftë, pse po e bojnë kështu, pse thudi që saudianët dhe vendet e tjera në botë
e kanë në dorë të veprojnë vetëm sipas interesave të tyre në raport me SBA-n. Kryesorja nga 18 tetori 73 Fejsali e ndalon eksportimin e naftës në Arabin, në SBA dhe në Holland, të cilat tani më po mbështetnin Izraelin në mënyrë të hapur në luftën e tyre kundër Egjiptit. Ky qëndrim u prit me indinjat të thellë, jo vetëm në SBA, por në të gjitha vendet arabe, vendet perëndimore, ku i vën embargo të padurueshme mbretërisë së Arabisë Saudite. Nga ana tjetër, interesa strategjike të Arabisë Saudite hyn tani më në një periudhë mjaft të stuhishme dhe të rrezikshme. Konflikti arab me Izraelin dhe qëndrimi i vendosur i Arabisë Saudite në mbrojtjen e kauzës arabo-palestineze, e njohur si doktrina e mbretit Fejsal, tani më po hy në një periudhë ku është në pyetje edhe ekzistenca e Arabisë Saudite si mbretëri. Vije më pastaj lufta e fshehtë midis administratës saudite gjatë mandateve të presidentëve republikan Richard Nixon 1969-1974 dhe të pasardhësit të tij Gerald Ford 1974-1977, ku tani më raportet midis SBA-ve dhe Amerikës po zhvilloheshin vetëm në nivelet të kompanive të naftës. Të përballuara me surprizën e embargos nga SBA, SBA-t miratojnë dhe punojnë dhe e krijojnë një kompani të re të quajtur California Arabian Standard Oil Company, CASOC, e cila bazohej në marrëveshjen e vitit 1933 sa për llafe dhe rend, dhe më pastaj kompanien standard e akomodon në Arabin Saudite, duke e forcuar dominancën e vet SBA-ja në Arabin Saudite në përmes asaj që quhej COLAC, si një kompani e re në Arabin Saudite. Në vitin 1944 në fakt ishte themeluar një Aramco, Arabian American Company, për eksploatimin, zbulimin, shpimin e puseve të naftës në Arabin Saudite, e cila administroi kryesisht nga SBA-ja. E njëjta kompani më pastaj blihet, aksionet e saj njerë 17%, pastaj edhe një 22% nga SBA-ja, ku në vitin 1974 mbetet 50-50. 50% e naftës amerikane është, e naftës saudite është pronë e kompanive amerikane, 50% e Saudis. Në këtë 50% e Saudis, aty më pastaj Arabia Saudite paguan aq sa ka nevoj SBA-ja dhe aq sa kërkon ta zëm si presidenti i tanishëm i Donald Trump, i Amerikës Donald Trump. Këto raporte të nxehta tani dhe të tendosura, të nisura nga breti Fejsal, i cili po kundërshtonte politikat e jashtme të Amerikës, rezultojnë me ngjarjen e 25 marsit të vitit 1975, kur princi saudit Fejsal bin Musad, i shkolluar në Amerikë, e vret xhaxhain e tij, mbretin Fejsal. Megjithëse që ende deri më sot nuk dihen arsyet kryesore të vrasjes, ky incident edhe sot e kësaj dite interpretohet si hakmarrja e deep state-it, e shtetit të thellë amerikan ndaj qëndrimeve të Fejsalit. Në vitin 1980, qeveria saudite themelon zyrtarisht tani edhe një kompani të tjetër, Saudi Aramco. Pavarësisht luftrave dhe konflikteve në rajon, mbretëria saudite ishte
në sytë e administratës si një vend shumë i nevojshëm, shumë i besueshëm dhe duhet të luftohej për sigurinë e saj në nivele të luftës amerikane për sigurinë e Izraelit në anën e tjetër të lindjes së mesme. Kur arrihet marrëveshja, nuk po arrit dot t'i përfundoj materialet asnjëherë brenda 20 minutave. Ndjes miq, bëni sabër derisa I dëgjoni këto. Për shkak se është kronologjik, histori kronologjike. S'un po I iki datave me I landa sepse po shkputet kronologjia e ngjarjeve. Gjithsesi, kur u arrit marrëveshja e Camp Davidit midis Egjiptit dhe Izraelit në vitin 1978, princi I kurorës saudite Fahd zhgënjehej sepse në këtë marrëveshje nuk po përmendej fare çështja e palestinezëve. I shkruan letër kryetarit të atëhershëm amerikan Jimmy Carter, ku shpreh pakënaqësinë e tij dhe kërkon ndërhyrje që një band, një nen apo një nën në marrëveshjen e Camp Davidit të përmendet edhe çështja e Palestinës dhe zgjidhja e përhershme e problemit të Palestinës si një shtet I pavarur. Natyrisht, kjo në heshtje refuzohet. Më pastaj mbreti saudit Khalid bin Abdulaziz e Saud merr një vendim sërish të papritur për botën që prodhimi I naftës nuk do të rritet, gjë që më shumë se 5%, gjë që shkaktoi një krizë të njohur në botë si kriza e naftës e kohës së mbretit Khalid bin Abdulaziz el Saud. Në këmbim presidenca e Shebave e Gerald Ford I premton shteteve të Arabisë Saudite se nëse e lejon lëvizjen e nivelit të prodhimit sipas interesave amerikane, Amerika do të vazhdojë sërish mbrojtjen e Arabisë Saudite. Periudha e mjaltit e marrëdhënieve saudito-amerikane konsiderohet midis viteve 1976-1990. Pavarësisht mosmarrëveshjeve të tyre përgjatë kësaj periudhe, ka pas një riparim dhe një ofrim marramendes midis dy shteteve. Gjatë luftës së ftohtë, Arabia Saudite I perceptonte ideologjitë e komunizmit dhe socializmit si kërcënime fatale për mbretërinë saudite. Për këtë arsye, Saudia vepron me Sheban shumë më afër për t'i ndajtur në ball dhe për t'i penguar zhvillimet politike që po bëheshin në Egjipt, në Siri, në Irak, në Jemenin e jugor, në emrin socializmi nacional çlirimtar pan-arab. Ideologjia e bashkimit sovjetik, e cila po nxeste nacionalizmet, megjithëse socializmi është diçka antropod I nacionalizmit, në botën arabe bashkimi sovjetik përdor nacionalizmin për ta çmontuar raportin amerikano-saudit, I cili ishte I mbështetur mbi doktrinën islame vehabiste të Arabisë Saudite. Duke ditur kështu ndikimin fetar që e ka Arabia Saudite ndër muslimanët e rajonit dhe gjithë botës, administrata amerikane përqendrohet në mënyra dhe metoda të reja të përdorimit të diskursit fetar edhe në nivelin politik, gjë të cilën ja lejon administratës së Arabisë Saudite. Popujt musliman që jetonin dhe jetojnë ende në Kaukaz dhe në Republikat e Azisë Qendrore, fillojnë të absorbojnë apo të joshkojnë diskurset politike selefiste për të mos e lënë rahat bashkimin sovjetik dhe për të qenë një mburoj që komunizmi I bashkimit sovjetik të mos lëshohet ka drejt përtej kufive jugor të bashkimit sovjetik. Në këtë kontekst, SHBA-t, duke përfituar nga qëndrimi I mbretërisë saudite
brenda ati projekti që quhej Brezi i Gjelbër. Brezi i Gjelbër ka qenë një brez në të cilin ka vepruar ideologjia selefiste saudite, e mbështetur apo e lejuar të përdoret edhe nga Shëbaja, vetëm që nga një ranë të mos i linte qeverit nacionaliste arabe të ngriteshin dhe të merrnin pushtetin, dhe në anën tjetër të mos lejonte që Bashkimi Sovjetik të lëshoj poshtë. Gjatë kësaj periudhe të njëjtin rol e ka luajtur me ngjyrimet e veta edhe Republika e Turqisë. Turqia në fakt, nëse ka ndonjë nuancë apo ndonjë pikë në të cilën 100% ka vepruar njëjtë dhe në të njëjtën linjë me Arabinë Saudite, është lufta e Turqisë kundër Bashkimit Sovjetik apo kundër komunizmit. Përderisa në vendet arabe, Arabia Saudite selefiste e mbështetur nga Shëbaja i lufton të lëvizjet nacionaliste, në Turqi, për shkak të rrethanave turke, pikërisht nacionalistët janë ata, nacionalistët turq janë ata të cilët e marrin flamurin e mbrojtjes së Turqisë, kulturës turke, fesë turke nga depërtimi i Bashkimit Sovjetik. Në këtë kohë ndodh edhe ardhja e Ayatollah Khomeinit, që themelon Republikën Islamike të Iranit, i cili fillon të ndjek një politikë të eksportimit të revolucionit islamik në vendet e rajonit. Gjithashtu, Bashkimi Sovjetik për te i kësaj e pushton Afganistanin, dhe se rezultat i të gjitha këtyre ngjarjeve dhe dinamikave të reja, dhe se rezultat i nevojës së ruajtjes së interesave strategjike jetike të Shëbave në lindjen e mesme, për të cilat kam thënë se jeta e Shëbave në 150 vjetët e fundit varet shumë mbi 50% nga raportet e saj me lindjen e mesme, sidomos me Arabinë Saudite dhe me Izraelin, e së fundmi edhe me Turqinë. Si rezultat i të gjitha këtyre dinamikave, Arabia Saudite fillon mbështetjen dhe inkurajimin të lëvizjeve të ndryshme, të cilat do të çmontonin lëvizjet e reja fetare, mezhebiste, nacionaliste, etnike që po mugullonin në lindjen e mesme. Ndërkohë, duke pa një pjesë e saudianëve afrimin kaq të madh të Arabisë Saudite me Shëban, duke u shndruar në një vegël e Shëbave, sipas tyre opozitorëve saudian, një lider opozitor në Arabinë Saudite në vitin 1979 e pushton Qabën dhe e ngul mbi Qabë flamurin e një pavarësie nga regjimenti i Riyadit dhe Gjeddes. Në këto kohë të 90-tat, pra po flasem, njëri nga ata të cilët ishte përgatitur nga Arabia Saudite dhe natyrisht edhe Shëbaja, ka qenë Usame bin Laden, i cili dërgohet apo shkon në Afganistan për ta luftuar Bashkimin Sovjetik, e më pastaj mbetet si një mollë sherrri apo targeti kryesor i politikave ndërkombëtare të Arabisë Saudite, e sidomos i Shëbave në relacion me Afganistanin. Në përputhje me të gjitha vendimet e marra gjatë kësaj kohe, për shkak të nevojave dhe dinamikave që po krijohen, vije nevoja e mobilizimit mujahidist, gjihadist të muslimanve që do të luftonin në Afganistan kundër Bashkimit Sovjetik, do të luftonin Ayatollah Khomeinin apo Iranin për shkak të frikës së përhapjes së revolucionit islamik shet në vendet arabe, dhe do të luftonin lëvizjet nacionaliste kombëtare të arabëve gjithandej në lindjen e mesme. Kështu, në vendet të ndryshme si në Egjipt, në Jemenin Verior, në Jordanin, në Turqi, në Arabinë Saudite, mbase edhe në New York, fillojnë të hapen zyre
ku regjistrohen vullnetaret mujahidin për të shkuar, për të luftuar në Afganistan, për të luftuar në një mënyrë apo tjetrën për hapjen e shiizmit dhe për të luftuar gjithandej të gjitha lëvizjet nacionaliste në krye me Gjemal Abdel Nasserin, më pastaj me Abdullah Saleh në Yemen, pastaj Saddam Husseini në Irak, pastaj ky baba i Bashar al-Assadit, Asadi në Egjipt, në Siri, më falni, pastaj në Libi, Gaddafi, pastaj në Algjeri, lëvizja e këtij Abbasul Medeni. Të gjitha këto që mund të konsiderohen tri qoshe apo tri hapësira që krijojnë një kënd të cilën e luftonte Arabia Saudite për nevojat e regjimentit të vet, të ruajtjes së regjimit të vet dhe të interesave amerikane, bëhet ajo që ndodh. Një ndër ngjarjet më të mëdha që i kishte shti frigën në pals edhe Washingtonit edhe gjithë zyrtare ka qenë, e përmena pak më parë, ngjarja e Juhayman el-Utejbit, kur merr pushton Qabën dhe i shpall luftë edhe Riyadit, edhe familjes El Saud dhe interesave dhe shteteve perëndimore atje. Në vitin 1990 e tutje, organizata El-Qaide, e themeluar nga gjihadistët arab në Afganistan, kryen punën që e ka kry, mirë po, i ndodh tani problemi edhe Arabi Saudite brenda. Këto rrymat të cilat nuk po pajtoheshin me parafrimin kaq të madh me Shaban, si dhe me vendosjen e forcave armatosura të Shabave brenda tokave të shenjta, e që sipas tyre janë të ndaluara të shkilen nga këmba e jo besimtarve, El-Qaide organizon shpërthime të mëdha ku vdesin me qindra qytetar të Arabisë Saudite. Mbretëria e Arabisë Saudite i sheh këto rrethana, i sheh këto rreziqe, vije koha e vitit 1993-2001, koha kur vije Bill Clinton në shtëpinë e bardhë, i cili propozon që raportet me Arabinë Saudite për shkak të rrethanave të reja që po krijohen në botë të ftohen të lëshohen deri në minimum, saqë kishte frikë edhe për prishjen e marrëdhënieve diplomatike. Pas Bill Clinton, natyrisht, vije George W. Bush Jr., në kohën e të cilit ndodh ngjarja që të rëndit botën, ngjarja e 11 shtatorit 2001, sulmet mbi këto kullat benjake, marrëdhëniet e Saudis me Arabinë me Shaban ftofën në temel, për shkak se dokumentohet se së paku 5 qytetar të Arabisë Saudite kishin marrë pjesë në organizimet me Bin Ladenin për akte terroriste të cilat i bëjnë në Washington dhe në New York me kullat benjake dhe caqe të tjera. Me ardhjen e Barack Obamas në vitin në 2009-2017, marrëdhëniet amerikano-saudite përsëri përjetojnë një tendosje të madhe për shkak se në kohën e Barack Obamas ndodh ajo që quhet pranvera arabe, që në fakt ishte një parapërgatitje e shëbave për t'i trazuar dhe për t'a riformatësuar lindjen e mesme. Në këtë mugullaj, në këtë mjegullnaj, fiton vllazëria muslimane në Egjipt dhe Muhammed, presidenti i vdekur tani më i Izrael, i Egjiptit, vije në pushtet. Mos të harrojmë, miq të dashur, që ta keni gjithmonë në kujtesë. Ndasit që janë tek ne, që ndjehen her pas here, i lexojmë ndër hoxhallar, ndër njerëz intelektual, në për rrjete sociale, zati që aty po mujna me kuptue se çka po flitet e çka po ndodh në gjeografinë shqiptare nga kjo perspektiv. Lufta midis Islamit Saudit, Selefist dhe vllazërisë muslimane nga një ranë, dhe lufta midis Islamit Selefist dhe Shiit
nga ana tjetër, nuk është luftë nga brenda, për shkak të nevojave të këtyre grupeve, apo për shkak të koncepteve islame që dohet mbështetur, apo kundërshtuar ato të cilat janë dallueshme. Jo, kjo ndasi midis vllazërisë muslimane, që quhen njerëz të devijuar nga fryma selefiste saudite, apo fryma selefiste saudite që quhet dekadenciale nga ana e vllazërisë muslimane, apo nga këta, sidomos nga selefizmi saudit, shetet nuk janë musliman, në fakt janë betejë gjeokulturore midis arabëve dhe persianëve një, dhe midis fraksioneve të cilat shfrytëzohen, krijohen dhe mbështeten apo shkilen nga interesat e vendeve perëndimore për ta konfiguruar lindjen e mesme kështu siç është. Dhe ajo strategji që zhvillohet atje, më pastaj nga njerëzit të cilët nuk i kuptojnë këto rrethana, se si lindin dhe zhvillohen ngjarjet e lindjes në lindjen e mesme, dhe si reflektojnë pastaj në çdo cep të botës. Pra edhe tek shqiptarët, njerëzit e pa informuar mirë tek ne, mos të them xahil, ignorant, në mesin e xhamateve tona, krijojnë një atmosferë armiqësie të çuditshme, të llahtarshme, të papranueshme, anti-islame midis vllazërisë muslimane nga njëra anë, selefizëve nga njëra anë, xhihadistëve që këta janë kapitull në vete, shiitëve andej, duke mos e kuptuar se po bien aty ku unë e kam përshkruar shumë mirë në një nga shkrimet e mia, që e konsideroj një shkrim shumë përmbajtjesor dhe të cilën e pata botuar kohë më parë, lufta gjeokulturore midis arabëve, persianëve dhe turqëve dhe shqiptarët si viktima në te. Pas problemeve që ndodhin në kohën e Barack Obamas, për shkak të pranverës arabe, që ishte nxitje nga jashtë, të cilën unë kur nuk e kam pranuar dhe emërtuar si pranverë arabe, por e kam quajtur në shkrimet e mia si lokomotiva e ndryshimeve të reja në lindjet të mesme, sipas interesave të fuqive eksploatuese të lindjes së mesme. Kjo gjendje i trashëgohet Joe Biden pas Barack Obama, i cili edhe më shumë i fto marrëdhëniet me këtë Arabin Saudite. Me ardhjen e Donald Trump në periudhën e parë si dhe tani, fillon riparimi, afrimi i raporteve midis dy vendeve deri në përmasa sa Donald Trump i ka duart e lira, ndjehet lirshëm që të shkon për 3 ditë të shti në kofera 3.2 trilion, apo 3 trilion e 200 miliard dolar. Të nëshkrua një marrëveshje 142 miliard, 3.2 trilion dolar, nuk di se ja thash, marrëveshje me Saudin 142 miliard për blerjen e armëve, a Arabia Saudite që nga viti 1974 për çdo vjet blen armë nga SBA-ja në vlerë prej 20 deri në 40 miliard dolar. Çdo vjet e more se more tankën apo kallashin apo atë armën tjetër, ti vëlla kemi pagu këto pare për armatim dhe për mbrojtje për SBA-n. Në këtë kohë pra, kjo atmosferë që u krijua këto 3-4 ditë, gjatë kohës kur Donald Trump ishte atje, është rezultat pra i një procesi historik të raportet midis Arabisë Saudite dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në videon e radhës që në fakt e kam kryer e që do të postoj sonte me izën e Allahut, dikun ka ora 9-10 sa do të del, aplaudohet nuk e di, do të shpjegoj diçka që për ju do të jetë e pa besueshme, se si vehabizmi, se si mësimet e Muhammed Abdul Wahhabit ndikojnë kaq fuqishëm në formimin e marrëdhënieve kaq të pabesueshme midis SBA-ve dhe Saudis, si dhe formësimin e rolit të atill të Iranit në lindjen e mesme sa vazhdimisht të ndjehet një frikë
e luftës nga Irani për vendet arabe, dhe si rezultat me qindra e me mijëra miliarda dollar të arabëve të shkojnë drejt kompanive prodhuese të armatimit, sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju garantoj se do të çuditeni me fakte që do t'i dëgjoni në videon e radhës. Deri atëherë, mirëmbëjtje.